Të flasësh për investigime gazetareske në Shqipëri, pa folur për pengesa, do të thotë shesash iluzione. Problemi i parë është aksesi në informacion, institucionet zvarrisin përgjigjet, japin dokumenta të pjeshme, ose mbyllen pas formulave burokratike. Ligji ekziston, për zbatimi shpesh ecën me ritmin e interesit politik. Problemi i dytë është presioni. Ai nuk vjen gjithmonë në formë spektakolare, ndonjëherë shfaqet si telefonat, si kërcënimi tërthort, si padi për të logë redaksin, si bllokim reklamash apo si sulm publik për të zhvlerësuar gazetarin. Kjo e bën hetimin më të kushtueshëm e më të rrezikshëm. Pastaj vjen çështja e burimeve. Investigimi kërkon kohë, ekip, ekspertizë juridike, durim për të kontrolluar çdo detaj, e kapacitet për të përballuar pasojat pas publikimit. Jo çdo media ka këtë luks. Kur redaksit punën në presionin e klikimeve, e ritmit të përditshëm, hetimi i thelluar shpesh shtyhet për nesër. E nesër, zakonisht vjen një tjetër skandal që kërkon vëmendje. Rreziku i madh kur investigimi kthehet në armë propagande. Këtu duhet ndarë qartë një vijë. Në një treg mediatik të polarizuar, etika e investigim përdoret nganjëherë si mbulesë për luftën politike apo për interesa biznesi. Kjo është një nga dëmet më të mëdha që i bëhet publiku. Kur seleksionimi i fakteve bëhet në përgjithësi, kur dokumenti përdoret vetëm për të goditur njërin krah e për të fshehur tjetrin, gazetaria humb peshën morale, lexuesi bëhet më senik, e me kalimin e kohës e zburlimet reale nisen të duket si pjesë e njëjtës lloj. Prandaj standardi duhet të jetë i pamëshirshëm, verifikimi shumë fisht, e drejta reagimit, ndarjen e qartë mes faktit e interpretimit, e një pyetje thjesht pa çdo publikimi. A i shërben qytetarit apo vetëm luftës së rangës mes grupeve të interesit? Çfarë pret publiku nga investigimi sot? Lexuesi shqiptar nuk kënaqet me titullin bombastik. Ai do të di nëse akuza qëndron, nëse ka prova e nëse historia ka vijim. Kjo është pika ku shumë media bien. Publikojnë zhurmën e parë e më pas e lënë çështjen të vdes pa ndjekur pasojat. Publiku sot pret 3 gjëra. Së pari qartësi, jo mjegull me terma teknike që fshehin thelbin. Së dyti, këmbgulje, jo një shkrim të vetëm, por ndjekje të vazhdueshme. Së treti, guxim editorial, sepse një investigim i vërtet nuk publikohet vetëm kur është i sigurt ndaj të doptit, por sidomos kur prek të fortin.